Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lirin, këtë herë për të sjellur pranë jush dhe për të komentuar pak qëndrimin e Loredana Bratit. Loredana natën e mbrëmshme për herë të parë ka folur në fan club. Në fakt do doja që në këtë rast Heidi të tregoheshte pak më profesionaliste. Unë mendoj që Loredana kishte më shumë për të folur dhe Heidi mund të kuptonte më shumë ekskluzivitete nga ana e Loredanës për qëndrimet e saj në marrëdhëniet me ish-banorët, por njëkohësisht edhe në marrëdhënien me Jozin. Ka qenë një ndër temat më të diskutuara këtë kohën e fundit. Loredana ishte duke folur për qëndrimet e saj dhe Heidi kalon me njëherë te Gerta dhe nuk e di pse e bëri këtë gjën. Mundeshte që të merr më shumë, domethënë, nga Loredana, mundeshte të ketë më shumë ekskluzivitete në këtë rast dhe doja të tërheq një lloj vëmendje për profesionalizmin e Heidit në këtë pikë. Por mbi të gjitha Loredana mbrëm foli për herën e parë. Loredana ishte shumë e thyer, ishte pikërisht e thyer në besimin e saj, në ëndrat e saj, në dashurinë që ajo e ka patur për Jozin, një dashuri tepër e sinqertë edhe shumë e vërtet brenda atij formati dhe me shumë ëndra jashtë këtij formatit. Loredana tha që si të gjithë vajzat e tjera edhe unë dëshiroja që të kaloj momente të bukura me Jozin, dëshiroja që të njihemi sa më shumë me Jozin jashtë, të kënaqemi sa më shumë, të argëtohemi sa më shumë, sepse Loredana është ndeshur me gjithçka që ka parë jashtë edhe e ka kuptuar që në një pikë publiku edhe e donin Loredanën edhe Jozin bashkë, nuk është që nuk e donin. Të paktën Jozi dhe Loredana gjatë qëndrimit për herë të dytë në shtëpinë e Big Brotherit brenda krijuan shumë meme, krijuan shumë atmosferë pozitive, krijuan shumë momente qesharake. Unë kujtoj komentet që kanë qenë të tipit që se do qeshe me Jozin nuk ma ka marrë mendja, do me thënë krijuan një lloj energjie që në fakt i dhurua një lloj pozitiviteti asaj shtëpie dhe Loredana siç duket i mungonte gjithçka nga kjo pjesë. Loredana nuk e la të kuptohej që marrëdhënia e saj me Jozin ka përfunduar 100%. Unë brenda asaj e kuptova që mund të ketë një lloj shprese të vogël, por ishte e thyer, ishte e prekur shumë, ishte e lënduar tepër nga veprimet e Jozit, nga edukata e Jozit, nga kultura e Jozit, nga qëndrimi i Jozit, nga atë se çfarë Jozi bëri kundërdrejt gjestit, atë turpin e madh, domethënë, dhe realisht Loredana u shpreh me dhimbjen më të madhe, por e la të kuptohet që do të jetë pjesë e Top Channel, domethënë Loredana do të jetë e Manushi, e ftuar në ndonjë panel me patjetër, por do të jetë edhe si punonjëse në të diel. Zakonisht banorët menjëherë sapo dalin nga Big Brother fillojnë edhe mendojnë për rrugtimin e tyre, për të ardhmen e tyre. Menjëherë pas finales Loredana do të udhëton për në Itali, pranë prindërve të saj dhe familjes, për të shijuar disa çaste dhe për të çmallur me to, më pas domethënë duke u kthyer përsëri në Shqipëri dhe për të nisur rrugtimin e saj sigurisht nga tetori, sepse që në maj më qershor fillojnë pushimet mediatike, po sigurisht nga tetori për të ardhur me një super emision apo me një super rubrik të sajën që do të jetë shumë fantastike. Loredana është shumë e thyer nga kjo situatë, është shumë e thyer nga ky raport. Në fakt e ka shprehur edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, disa herë ka vënë në dukje sjelljen e tepruar, sjelljen e çmendur që Jozi ka përdorur brenda kësaj shtëpie dhe automatikisht nuk ka dashur që të veprojë në këtë formë, por gjithsesi Loredana tregon që është e mendimit njerë të respektoj veten e saj, të respektoj familjen e saj. Ajo është ndeshur edhe me lajmet të cilat ishin bërë për Jozin që është homoseksual, në fakt një lajm që u dha në shtëpinë e Big Brotherit që Loredana ishte reptësisht kundër dhe kaloi nga divani i kuq ku ishin lajmet e reme, por sot ajo ka pa gjithçka dhe në fakt prisja nga ana e Heidit që ta pyetën për këtë gjën se si është ndjerë kur e ka parë këtë lajmin dhe çfarë mendimi ka patur, por nuk u pyet në fakt Loredana për këtë pikën dhe gjithsesi u la të kuptohet që gjithçka është e vendosur nga Loredana dhe nga familja e saj automatikisht patjetër që nuk do të ketë një marrëdhënie me Jozin. Loredana nuk foli asnjë gjë tjetër përpos se mund të kishin bërë gjëra shumë të bukura dhe në kohën kur Heidi tha je penduar për këtë rrugtim që ke patur, Loredana tha jo, sepse tha unë nga ky rrugtim i tha mësova shumë gjëra,
njoha më shumë veten time dhe të mos bëj më tha kur gabime të këtilla. Ndjeshte shumë e thyer, ndoshta ndjeshte në fakt e prerë në bes nga ana e Jozit për veprimin që bëri dhe për kulturën që bëri. Do thënë Loredana tha ishte tha një moment tha shumë i tensionuar, një moment tha që unë akoma tha nuk po bi dot në vete dhe akoma nuk po arritha dot ta kuptoj se çfarë në të vërtetë ndodhi. Kujtoj momentin që Loredana brenda shtëpisë së Big Brotherit e preku gjestin në qafe dhe i tha që të lutem shumë tha mos u mërzit, gjithçka tha do të kalon, vetëm ti tha ti je mirë dhe shëndeti jot tha ti jetë në rregull, për gjërat e tjera mos u mërzit fare. Këtu në fakt u tregua edhe qytetarizmi që Loredana ka dhe njeriu që Loredana tregon, sidomos kur të tjerët janë në hall edhe në situata të vështira. Ne do të takojmë sërish së bashku. Ky ishte qëndrimi i Loredanës. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.